Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët përsëri në Vibe. Sot në studio kemi një vajzë që nuk kalon pa u vënë re. Ka prezencë, ka karakter, ka humor dhe mbi të gjitha ka mënyrën e vet për t'i thënë gjërat troç dhe pa filtra. Ajo është Vasi. Vasi, përshëndetje dhe të falenderoj shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe dhe jam realisht shumë e lumtur që të kam sot në studio. Unë jam shumë e gëzuar që jam këtu sot me ty, sepse që ke i gocë fantastike dhe më pëlqen shumë se je shumë e thjeshtë. Vasi, dua ta nis me një pyetje që shumë jam kurioz. Kush është Vasi pa rrjetet sociale? Do me thënë ne të njohim vetëm nga rrjetet sociale. Po. Për të gjithë ato që nuk të njohin. Vasi është vajza më e thjeshtë që mund të keni njohur ndonjëherë. Unë jam kjo që jam, kudo që jam. Jam njësoj si në rrjetet sociale, si në jetën time të përditshme. Si ka nisur rrugë ti myt si blogere? Unë se quaj veten time blogere, mirë po në të paktën për aq sa shfaq në rrjetet sociale, ka nisur nga biznesi, nga nevoja për të rritur biznesin tim, në fakt, edhe gjeta një formë marketingu, pak ndryshe nga të tjerët, dhe kështu. A e ke pritur që të kesh kaq komunitet të madh ndjekësish? Jo, të them drejtën, nuk e kam menduar ndonjëherë. Nuk e kam menduar asnjëherë, sepse ndonjëherë njerëzit kur shtiren ose kur janë ata që s'janë marrin më shumë vëmendje se sa kur janë vetvetja, edhe nuk e kam menduar. Ti gjithmonë në rrjetet sociale shfaqesh vetvetja. Unë jam vetvetja, si rrjetet sociale, si këtu, si në shtëpi, jam njësoj. Po para gjykime ke marr? Shiko, ne hasemi për ditë me njerëz që na paragjykojnë, jo vetëm unë, kushdo. Mirë po, mua më është regjur lëkura dhe nuk më bën më përshtypje. Do me thënë nuk ndikohesh nga komente negative? Fare, zero, as pak. Nuk, të vetëmat persona që unë ndikohem janë vetëm 4 pjesëtarët e familjes time dhe nuk ndikohem nga asnjëri tjetër. Ti ke dhe biznesin tënd. Po. Dohet të di se sa e vështirë është të jesh edhe sipërmarrëse dhe të krijosh këto kontentet që i hedh në rrjetet sociale, si e menaxhon? Shiko, nëse ti vërtet e do punën që bën, ty nuk të lodh asgjë. Mua nuk më lodh puna ime, edhe nëse punoj me orë gjata nuk lodhem fare, të drejtën. Kur ti e bën me qef, nuk ka lodhje. Menaxhohet kollaj fare. A ke pas ndonjëherë një moment vështirë në jetën tënde? Gjithë kemi pasur momente të vështira në jetën tonë. Ke menduar që ta lesh ndonjëherë dhe rrjetet sociale, padyshim që ti zhdukesh fare. Ua, rrjetet sociale i lesh sot unë, se kam problem fare. Është gjëja më e vogël që ti ke folur hapur për peshën tënde. Po. Si e ke luftuar këtë lloj sfide, le të themi? Unë nuk kam pasur kur problem peshën time. Unë kam qenë 60 kg përpara disa viteve. Kam qenë peshën time më të mirë, edhe mora shumë kile për një periudhë shumë të shkurtër kohore. Ama nuk është se kjo ndikoi tek mua, personalisht tek unë. Unë ndihem shumë rehat me peshën time, me veten time. Nuk më shqetëson asgjë, nuk kam komplekse si njeri. Mirë po, komentet e njerëzve familjarët, jo po duhet të dobësohesh, po bëj pak për vete dhe thash, po e bëj për shëndetin, jo për të dukur mirë, por për shëndetin. Edhe nuk e di, ju e keni parë që unë kam bërë balonin gastrit, kam qenë 86 kg kur e nisa, dhe për 3-4 muaj shkova tek 72 kg. Tani jam me 72-73, lëvizim her pas here, se janë dhe këto pushimet e verës. Mirë po, më kanë ndihmuar goxha. A ishte vendimi i lehtë apo ke pasur frikë? Ishte shumë e vështirë. Vendimi ishte i lehtë për të marrë. Se unë nuk kam frikë nga gjërat. E bëjmë, them. Mirë po, procedura, mbasi mbaroi procedurën, ishte pak e vështirë. Si gjë, sepse stomaku yt duhet të mësoj me balonin, ai është një gjë e huaj që hyn në trupin tënd. Kështu që nëse dikush do që ta bëj, duhet ta pyesi bythën mirë. Sepse nuk është aq e lehtë sa duket, mirë po të ndihmon goxha, edhe nëse është parsore për ty që të biesh në peshë, unë mendoj që duhet ta bësh patjetër. Çfarë do t'u thojë vajzave që ndjehen të paragjykuara nga pesha e tyre? Të mos e vrasin mendjen fare, nëse janë rehat në lëkurën e tyre, askush tjetër nuk ka punë. Tani do kalojmë te një temë mjaft interesante që ti ke folur,
por unë dua të flasësh edhe pak këtu tek unë. Kalojmë tek lidhja me Malokun. Kjo marrëdhënia kaq toksike. Nuk është marrëdhënie toksike, s'ka qenë kur toksike. Si është? Nuk është toksike. Çfarë marrëdhënie ka qenë, çfarë të ka mësuar? Unë dua të di se pse publiku mendon që ka qenë marrëdhënie toksike ose pse është marrëdhënie toksike. Nga ajo që ti ke shpreh. Ke thënë. Unë nuk kam thënë asnjëherë që ka qenë toksike. Unë kam shprehur dashuri. Okej. Çfarë të ka mësuar kjo marrëdhënie? Më ka mësuar që njeriu duhet të jetë tolerant, i duruar edhe të doj pa kushte. Kjo marrëdhënie është mbyllur ndërkohë? Është mbyllur. Po. A beson në dashuri pas kësaj marrëdhënie? Besoj në dashuri. Po, besoj. Besoj edhe jam njeriu që i them të gjithëve, shpresoj që të kaloni dashuri si të mijat në jetën tuaj. Kaq të bukur ke dashuria? Po. Pse i ke kaq të bukur? Nuk e di pse. Sepse njeriu kur i merr me pozitivitet gjërat, me çiltërsi edhe pa interes, mendoj që gjithmonë gjen të duhurin. Në fakt unë doja të di dhe jam shumë kurioze pse vendose ta bësh publike marrëdhënien me Malokun. Në fakt nuk është se vendosa ta bëja publike. U bë. E bëra pa menduar, siç bëj çdo gjë tjetër në jetën time pa u menduar. Do të pëlqen guximi, të bësh çdo gjë pa menduar, do të kesh super shumë guxim. Nuk është guxim, është budallik. Guxim budallaj. Po. Ti je tip që fal. Un jam tip që fal, po varet se për çfarë. Malokun e ke fal ndonjëherë? Për çfarë? Për ndonjë gabim. Si është gabimi që i ke fal Malokut? S'ka bërë gabim ai. Kaq i mirë ka qenë? Po, realisht ka qenë shumë i mirë, po kjo ka qenë arsyeja që un e kam shprehur dashurinë time në rrjetet sociale për atë. Jo, nuk ka bërë gabime. E vetmja gjë që un nuk do falja është tradhtia. Më duket shumë e neveritshme. Tradhtia është e neveritshme. Më duket shumë e neveritshme, nuk do ta bëja kurrë dhe nuk besoj se do jem me aftë ta fal ndonjëherë. Është shumë e vështirë të falësh tradhtin. Se po. Është pak. Po. Nuk është pak, është shumë. Pastaj varet se ka goca, ne kemi parë që ka goca që e falin tradhtin. Por 1001 arsye. Po, çfarë do lloj gjëje tjetër arsyeja, nuk mendoj që është mjaftueshëm për të falur një njerëz që e ka në gjak tradhtin. Pse mendon se tradhtia është në gjak? Mendoj që tradhtia është e lindur, nuk është gabim. Se shumë e përkufizojnë si një gabim. Nuk është gabim. Nuk është gabim, ai që do e bën, nuk mendoj që ai e di shumë mirë çfarë është tradhtia. Nuk gabon një njerëz në këtë moshë. Gabon një fëmijë 5 vjeç, nuk gabojmë ne. Sot zemra jote është e zënë apo ke dikë tjetër në zemër? Kam shumë. Kush janë ato? Bëj shaka. Jo, zemra ime është në paqe. Me veten tënde? Me veten time, me njerëzit që kam rreth, me botën, me gjithçka. Po është e hapur për dikë tjetër? Patjetër që po. Unë jam gjithmonë e hapur për dashuri të reja edhe shpresoj që të jenë edhe dashuri edhe më të forta. Do i dashuri e njëjtë si me Malokun? Çdo dashuri është e ndryshme. Pse mendon kështu? Po sepse kështu është. Çdo gjë nis ndryshe, përfundon ndryshe, edhe ka rrjedhoj ndryshe nga secila. Çdo njeri mbase Maloku të falë gjë tjetër, dikush t'i jep një paqe tjetër, janë të ndryshme. Mirë, tani ky është kurioziteti im. Po. Kur të ka pa Maloku në për intervista dhe video që ke hedhur? I bie pika. I bie pika, e ka paniku se ka hallë se mos teme i budallikun edhe nuk i bie pika. Po pse u shkëput marrëdhënia juaj kur dashuria ka qenë kaq e madhe? Sepse ka thënë dhe Moza Ahmeti, dashuritë e ndaluara është mirë të rinë të ndaluara. Doja të di tani, me shkujt, të shkruajnë, të ngacmojnë. Unë jam njëri që ndonjëherë nga Jugor se ti ke folur vetëm për Malokun, Jugor, o zot Jugorët. Veçanërisht dursakët, sa të mirë janë. Shqipëria mesme janë të mirë. Janë shumë të mirë. Dursakët janë fantastik. Po pse janë kaq të mirë dursakët? Po nuk e di pse, se çka një lloj kulture tjetër, e shikojnë femrën ndryshe, dinë ta dashurojnë ndryshe, janë shumë të mirë. Dursakët janë shumë të mirë. Por të them drejtë, shoqëria ime është e përbërë veç nga Dibran. Unë rri veç me Dibran. Po Dibran te kanë. Do me thënë, mund të kem rreth 10 shok të ngushtë Dibran. Dibran te kanë gjakun e ëmbël. Nuk e di.
Është e tmerrshme, po si vetëm ti bran, pse ti braneja? Po. Mos ja fut kot, nga jeti, nga mashellari, Nga peshkopia. Nga peshkopia. apo nga shupenza. Të pas ke shok nga maqellara dhe shupenza. Jo, nga peshkopia i kam duket, nuk e di mirë, po nga që i kam dëgjuar këto dy si vende edhe tallën me këtë gjën. Mirë po, jo, kam pavarësisht se thonë që dibranët janë besprema, unë nuk mendoj njësoj. Unë nuk mendoj njësoj, sepse shokët e mi dibran janë fantastik dhe i dua shumë. Bravo shumë. Po një të dashur dibran do e doja? A do e doj? Jo. Pse? Mos e thavë sot. E zeza. Pse jo? Jo. Nuk jam. Nuk do më malok. E para një herë, ata janë shumë fanatik. Ti jemi i çik me. E jeni pak. E dyta janë edhe çik sheflinj. Janë shumë sheflinj. Manipuluesa të tmerrshëm. Dibrant. Po. Janë të mirë, ama manipuluesa janë. E po, femrat për vete i bëjnë. Këto aftësi e kanë. Po ti je xheloze në një marrëdhënie? Unë xheloze në marrëdhënie mendoj që xhelozia lind nëse ty të jepet shkas. Paktën marrëdhënie që unë kam pasur nuk më ka dhënë shkas për xhelozi dhe po mdeshi do mdoj mua vlla, nuk me zor nuk bëhet. Kot të bërë xheloze kot nuk e vlen fare. Cila është gënjeshtra më e madhe që i ke bërë ndonjë ish partneri? Gënjeshtra më e madhe që i kam bërë ish partnerit? Unë s'gënjej dot. Maksimumi i gënjeshtrave të mia të vogla shkon 2 sekonda se unë e them vërtetën pastaj, nuk gënjej dot. Të gënjen fytyra pastaj. Nuk gënjej dot unë. Është e pamundur. Nëse do vi një partner i radhës që ti do ta duash patjetër, a do e ndash me ndjekësit e tu, do e prezantosh në rrjetet tua sociale apo je pro lidhjeve private? Ja, unë nëse do më vi ky partner ideal, do mbyll dhe rrjetet sociale se s'kan ç'më duan fare. Si është partneri yt ideal? Po virtyti që unë shikoj është sinqeriteti, asgjë tjetër, sepse shoca goca që flasim për materializmin, sikur të mos ishte asgjë, dhe to vajzat nuk e kthejnë thikën nga vetja, që të mendojnë që nëse ja bëjnë vllajt të tyre këtë gjë, një femër, si do ndiheshin ato, se vetë duan ta bëjnë kështu. Dhe mua nuk më pëlqen as pak kjo gjëja. Kështu që vetëm gjë që unë do doja që ai të ketë është vetëm të jetë i sinqert me mua dhe të ketë një familje të mirë. Edhe të jetë punëtor. Dhe të jetë punëtor. Nëse ka këto 3 virtyte, po ka familjen e mirë dhe këto 2 të tjerat, gjithçka tjetër zgjidhet. Po nëse se dhe unë mendoj që një mashkull duhet bëjë diçka para për një femër që të dalë. Se duhet ta bëj? Pse? Po të tregoj atë interesin. Jo, nuk jam. Unë nuk mendoj që interesi tregohet duke të dhënë diçka ai përpara. Jo, as unë jam dakord me këtë. Po. Unë them me sjellje. Me sjellje, po. Me sjellje jam shumë dakord, ama unë kam debate të vazhdueshme tavoline me vajzat kur më hapin këto lloj temash, do të thënë, po ikni se s'dalun me atë se çka ka bërë ai për mua, po ai s'njeft çfarë do të bëj për ty. Ku e di ai, me sa të tjerë fleti. A mendon se këto vajza që pretendojnë kaq shumë për një mashkull që të bëj në jetën, në familjen ato janë shumë bosh, jo, nuk kanë janë të paralizuara. Janë nuk. Edhe fakt, gjithë shoqëria jonë sot kështu është bërë. Sepse unë mendoj që një njeri që punon vetë, i arrin gjërat e veta vetë dhe nuk ka nevojë për ndihmën askujt, nuk ka nevojë që ai tjetri të bëj gjëra përpara se dalim me atë që të dilka kjo me këtë. Ç'a i bie? Po. Si i bie kjo? Kjo ka shpjegim kjo. Kështu që gocat materialista larg. Po. Larg. Tani se të gjithë duan një burr me të ardhura të mira. Shiko, të ardhurat krijohen dhe ti mund të jesh zonja ti bësh edhe vet. Nuk ka asgjë të vështirë, do vetëm pak vullnet, do dhe dëshirë pune. Nëse ke dëshirë pune, më beso që Zoti t'i sjell të gjitha përpara, ta hap rrugën vet. Me që jemi të vullneti i punës dhe tek dëshirat, cila është ëndra që nuk e ke realizuar ende? O, sa ëndra kam unë, pa ato të mijat janë shumë të mëdhaja, dhe janë shumë të çuditshme, dhe janë ilegale, nuk thuhen këtu. Një ëndër më ndaj tani këtu. Jo, nuk e ndaj. Nuk e ndaj. Okej, po ndaj një ëndër. Ëndra ime është shumë të kemi një familje të shëndetshme, edhe të kemi njëri që të më respektojë në krah, të mdoj, dhe të kem 4 fëmijë.
Oh, po pse Pa. pikërisht 4? Nuk e di, gjithmonë kam dashur që të kem familje të madhe. Unë jam njeriu që dua shtëpinë time ta kem plot gjithmonë. Nuk ri dot vetëm ja më ha, madje dua dhe vjerin dhe vjerën në shtëpi. Shi. Po, Shi qa nusja. po, i dua në shtëpi. Do me thënë ka kështu nusësh akoma në 2026-ën. Po patjetër që që ka. vjerin vjerën. Po muaj, sigurisht që ka. Bravo. Po ne kështu jemi rritur, nuk e di si e rritur ti, po ne në familjen tonë kështu jemi rritur. Më thënë, ne nuk mund të t'i thoshim një fjalë më tepër gjyshes, apo dajës, apo tezës që i kishëm afër. Jemi mësu ndryshe. Tani pse duhet bëjmë sikur kemi lind Paris? Kemi lind Paris. Po. Normalisht se edhe kur ka vjerën në vjerin shtëpi është i benefit, kupton? Patjetër që është benefit, do dalësh me burrin ti. Po. Tak, lë kala majt aty. Shpëtove. Do ikësh nga puna e lodhur ti. E ke Bravo. drekën gati. Po, hajt mos e dreka, nuk është ndonjë gjë e madhe atë, e sistemoj vetë për 5 Po, minuta, unë jam gjithsesi, super guzhinjere. Ku e sheh veten pas 5 vitesh? Unë kam një gjë që unë kur nuk parashikoj dot. Do të thënë nuk e mendoj dot veten time ku do jem, por do doja shumë që t'isha këtu ku thash. Nëse do jepje një vajzë një këshill, çfarë do të jepja? Vetëm familja të do. Askush tjetër. Mos shikoni shoqërinë, mos besoni shoqa, mos besoni askën tjetër përveç familjes, sepse askush përveç atyre nuk do ta japi dorën. Tani kam një pyetje. Po. Për lidhje serioze. Cili çun do ishte më shumë për lidhje serioze? Tani kam 2. Jo, pas kam më shumë se 2 alternativa. Okej, e para është çun veriu i fort, kokë fort, por të mban afër. Çun Tiranës, social, modern, por ndoshta shumë i shpërndar. Çun jugu, romantik, flet bukur, por mund të jetë pak aktor. Çun nga Kosova, familjar, pak burr me rregulla. Ti s'më le asnjë opsion mua përveç të parës. Nuk më le opsione. Se ai Jugori i bie që ishte kurvar. Ky Tiranës i bie që harxhon shumë kohë me shoqërinë. Është i shpërndar. Është i shpërndar, ky është i hallakatur. Ky s'është për ty aty në shtëpi. Çe do ti këtë? Për t'i parë atletet e dera shtëpisë? Ja. Ky kosovar shumë larg. Larg. Nuk e di, nuk kam pasur shef ndonjëherë të njoh. Ja. Nuk i paragjykoj. I duam shumë kosovarët, mirë po unë nuk e shikoj veten në Kosovë të martuar. Nuk se Kosovë se shikoj. Ja. Në veri edhe shikoj me thënë drejtëm, mirë po, si dihet. Ti e shikoj më shumë nga Durrësi. Durrës. Veri Durrës. Kalojmë këto të dyja. Po edhe Tirana nuk është se edhe çuna Tiranës janë shumë të mirë. Të mirë janë, po janë një çik të shpërndar. Të gjithë? Allegro. Po mirë, Allegro le tjeta, i s'ka problem. E ke qefit çik aventurier? Aventurier në ç'kuptim? Për aventura. Si janë këto aventura? Si dalësh të bësh aventura me atë? Si mund të dal unë me të? Pra e ti, po ti. Unë me atë, po unë me atë, po moj motor. Ke qef aventurat. Unë me atë, po moj motor. Do me thënë rrim prap të veriu, po tjetë edhe pak kokë fort. E ke qef ti shumë kokë fort, shkon shtëpi. Ja, nuk e kam qef kokë fort, se unë jam vetë shumë kokë fort. Edhe mua më duhet një njeri që të më toleroj pak, të më duroj pak. Kështu që kokë fort nuk e dua, shumë me muskull dhe muskull tjerët nuk i dua hiç. Unë dua një njeri me trup normal, ose pak. Pak me bark? Me shumë bark. Me shumë bark? Po, se kam problem. E ke qefa shumë? Po, se këta janë shumë të mirë për të kadëlluar, dhe unë vdes të kadëllohem. Ai, sa, po tjetër, çfarë të pëlqen tjetër për të barkut? Të i mashkull? Ja, se bësha ka nga pamja fizike nuk i shikoj fare, nuk më bën fare përshtypje, nuk kam kështu dashuri me shikim të parë, nuk më ka ndodhur kur. Po tërheqje fizike kur po s'më ka ndodhur kur. Po pse? Po nuk e di pse, unë kam një lloj tipi shumë të veçantë. Nuk e di, unë dashuroj vetëm kur shoh që ai më do mua. Nëse unë shoh që ky njeriu më do dhe e ndjej unë dashurinë atij, unë vetëm atëherë mund të dashuroj. Në të kundërt është e pamundur. Le të ketë fizikun, le të ketë ç'të doj të ketë ai. Tani do kalojmë. Sa bukur dukem aty. Yll fare me këtu. Unë thash që ti je më e mirë dhe për të gjithë ato që do ta ndjekin këtë intervistë kaq të bukur. Vasi është më e mirë live se në kamerë dhe rrjete sociale. Faleminderit. Unë thash wow, Vasi që ka më e mirë. Me vërtet? Për zot. Tani kemi tjetër. Po. Për shoqëri, cilat çuna janë më të mirë si shok?
çuna. Jo, prit se A kemi kështu? Aha. E pas kemi kështu. E pra, është tip Hajde. kështu kujtësi. Di branët të bëjnë për të qeshur, por të thumbojnë. Elbasan lind të qetë, të thjesht praktik. Dursakët, relax, det, humor. Fjerakët, lushnjarët, direkt pa shumë poza. Fjerak lushnjar iksin. Sa iksi? Nuk pëlqejnë fjerakët. Bëjnë magji. Jo. Po ça? Mendoj që janë shumë mashtruesa. Nuk ka pëlqyer kur. Dibranët janë shok shumë të mirë, unë e thash. Kam shumë shok dibran, kam shok ngusht. Pastaj çfarë ishte tjetër? Elbasan lind të qetë. Elbasan lind të nuk i thjesht du hiç, praktik. po ha. Dursakt. Dursakët po, i duam. Janë relax, det, humor. Ajde dursi. Më të shment, por më pëlqen. Tani. Cili tip çuni të nervozon, por prap ka diçka që të tërheq? A. Ai që komandon shumë, ai që të bëhet xheloz, ai që zhduket e kthehet sikur s'ka ndodhur gjë, E zeza. ai që flet pak, por kur flet godet. Ai që flet pak, po kur flet godet. Te i dashurit. Cila është gjëja që ta arcaron më shumë, por ndoshta është arsyeja pse s'duhet të jesh e mërzitur. Tek ai që s'kam? Që ke pas. Tek ai që kam pas, atë s'dua ta llogaris fare unë. Tek ai që do kem basa. Që ta vida ai. Gjëja që më acaron? Kur s'më jep vëmendja. Kjo është e vetmja gjë që më acaron. Dua vëmendje. E meriton vëmendjen. Si e do vëmendjen? Çfarë lloj forme e don? Që të kaloj kohë me mua, që të më shkruaj gjithë ditën dhe të më thotë çfarë po bën, a ke ngrën, a ke pirë, a ke fjetur, a ke punuar, a u lodhe. Po e meriton mi. Kaq dua unë. Kaq dua unë, s'kërkoj shumë nga jeta. Kaq. Këtë ditë se që ka kaq shumë e vështirë të gjej njeriu e duhur. Veç kujdes. Tani, cilit tip do t'i fusje flamurin e kuq? Po. Tip mashkulli, se ndoshta u shprehem gabim. Tani, Flamurin e kuq, kam një shokun, ai e ka emrin Geri. Geri do t'i fusja flamurin e kuq, për Se, shembull, Geri? sepse Geri është skandaloz. Geri po vetë 40 vjeç që s'ka gjetur grua akoma, sepse është i padurueshëm, është i po ky që ka tmerrshëm. problem të përçunat, jo Po, vetëm për ky është vajzat. i tmerrshëm. Tani, Geri, turojmë qeshnusa. Ai që të kontrollon telefonin, ai që të ul para të tjerëve, ai që bën sikur të do, por të respekton, ai që kërkon shumë por jep pak. Si ishte kjo edhe një herë? Ai që bën Jo, sikur e gjithë gjëja. cilit mashkull çuni do t'i vejë flamurin e kuq. Po, e tham Gerit. Ai Tipi si Geri, domethënë. që nuk gjenusa. Po që është i tmerrshëm, se është i padurueshëm. Okej, një tipi që nuk është i padurueshëm. Atëherë, tipi mashkullit që të lë më shumë gjurmë. Ai që të mbron, ai që të sfidon, Aha. ai që të dëgjon, ai që të bën të ndihesh më e bukur se ç'je. Ai që më dëgjon. Ke primari që të dëgjoj, Po. po ai që të respekton. Po ai që të dëgjon edhe të respekton. Po Janë ka të si të dyja. dëgjojnë dhe në fund bëjnë çfarë duan vet, nuk ta Po respekton jo, fjalën. s'po flas për këta. Ah, Këta si llogarisim na. ty të pëlqen ai që të dëgjon. Ai që më dëgjon dhe më respekton. Kalojmë tek çuni veriut. Pra, aty ngelëm. Pash qametur me këtë verion. Tek çuni veriut, specifikisht tek maloku. Vazhdojmë. Çfarë është më tipike tek ai? Un kam të drejtë, ti s'do dalësh aty, un s'jam xheloz, por thjesht po pyes. Se shpreh dashurinë, por e kam me zemër. Po ai ka ikur më motër. Vazhdojmë me një malok tjetër. Okej, maloku imagjinar. Ne i kam marrë. Okej, maloku imagjinar. Ma thuaj edhe një herë të pyet. Okej. Na ka bërë dëm Amsterdami, na ka djegur trurin. Atëherë është. Un kam të drejtë, Po, ti s'do të dalësh aty. Po. Un s'jam xheloz, por thjesht po të pyes. Se shpreh dashurinë, por e kam në zemër. se shpreh dashurinë, por e kam në zemër. Ti do ta shpreh dashurinë? Nëse ai e ndjen dashurinë për mua, nuk ka nevojë ta shpreh fare. Bravo. Edhe kjo është e bukur. Çuni me ego.
Kategoria tjetër. Cila krahin sipas teje ka çuna me ego më të madhe? Vlora, Tirana, Veriu, Kosovë. Vlora. Gropën këtu, Vlora. 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 Vlonjate jam. Vlora. Pra. Çuni romantik. Po. Kush di të bëj më shumë për vete me fjalë? Çunat e Jugut, çunat e Kosovës, çunat e Shkodrës, çunat e Tiranës. Të Shkodrës, manipuluesa të tmerrshëm. Edhe Shkodra? E zeza, se djeti? Jo. Qa thua? Unë gjithmonë kam pas super mendim të mirë për shkodranët. Nuk është se kam mendim të keq. Po nuk e dija se janë kështu manipulues. Super manipuluesa. Qa thua? Po. A jeni dakord të tjerët me mua? Po. Cilin tip çuni do t'i këshilloje shoqët të mos e prekin fare? Ai që flet keq për ishin? Ai që e di cilin, kam njërin, kam i tjetër sot ngush di bran. E di vetaj. Ato nuk do ta bëjmë publik. Po nuk do ta bëjmë publik. Ato nuk do t'ja këshilloj asnjërës. Ka shi keq që ka ky? Ja, je shumë i mirë. Po nga që është shumë i mirë s'duhet, kupton? Ai që të bën të ndihesh fajtore për çdo gjë, ai që premton shumë dhe s'bën asgjë, ai që sillet mirë vetëm kur ka interes. Ai që sillet mirë vetëm kur ka interes. Unë do zgjidhja vetëm edhe atë që flet keq për ishin. Po tani çfarë çuni është ai të flasi keq për ishin? E vërtet është në fakt, po. Kur e ke shok, mo nuk... Po jo, unë thash cilën shoqeve do u këshilloje mos u merrte me këtë tip mashkulli. Po dëgjoj se ishi dhe mund të ketë gabuar. Mund t'ja ketë çuar majt hundët se këto të sotshme ta vjen ta sjellin këtu. Nëse çunat e bëjnë të këtë për nuk e bëjnë çunat e shkretjo se po tregojmë si maskiliste unë tani, po femrat ta sjellin këtu, sidomos të sotshmet. Pse çka kanë këto? Po këto janë të paafta e para punës. Më janë të paafta, po kërkojnë dhe shishan hell. Po pse janë të paafta? Po se janë të paafta, ne e dimë, ne jetojmë, ne sa shoqe kemi miklea që janë të paafta. Që s'bëjnë asnjë gjë, rrin parazitojnë gjithë ditën. Edhe duan ças duan, po rritani se. Durata. Më hapet barku për flas për këto. Okej, mos e hapim barkun, e lëm. Çuni që të bën të qeshësh më shumë. Pa. Shkodra, Dibra, Tirana, Durrësi. Shkodra. Shkodranët janë humoristat të mëdhenj. Çuni që të jep siguri. Ai që është i qëndrueshëm, ai që e mban fjalën, ai që nuk të bën xheloz dhe kot, ai që nuk ka nevojë të bërtas për të dukur burr. Ai që nuk ka nevojë të bërtas për të dukur burr. Pse zgjodhe pikërisht këtë? Sepse unë mendoj ai që mba fjalën. Po edhe kjo është, po më shumë jam te kjo tjetra, sepse ata që bërtasin dhe gërtasin dhe bëjnë zhurmë. Zhurma më e madhe bëhet në qetësi. Cit. Vasi. Jo, unë faktikisht unë e dua që në një marrëdhënie të dallohet kush është burri, kush është gruaja, vëlla. Bërtasi çik burri ndonjëherë, ose ta japi urdhër më shumë. Nuk e di, unë kështu e dua. Ja, unë me të vërtet? Jo. Me mua vritesh ashtu. Unë nuk bëj mbrapsht. Unë jam dhe shenja demit, nuk bëj mbrapsht. Dem. Po ti çfarë shenjë ishe? Yxheresha. E zeza. Në horoskop. Cili çun të lodh? Ai që do vëmendje gjithkohës, ai që bën viktimën o zot, ai që është xheloz për çdo gjë, ai që të do por nuk di të sillet. Ai që më do por nuk di të sillet. Ky më streson, më shkatron sistemi nervor. Si për shembull, si mund të sillet ai që të do por nuk di të sillet? Po ai të do dhe bën si langaraq pastaj. Kota. Kupton? Dhe ti se kupton do të do apo s'të do ai, dhe ty hin në dilemë me veten tënde dhe thua a më do apo s'më do, dhe pastaj vazhdojmë në historia të tjera që nuk. Ja. Po ti një mashkull xheloz, po xheloz mo ama xheloz, do e doj njëtën tënde? Nuk e kam, nuk do ta doja. As xhelozi nuk do ta doja. Çik xheloze dua unë. Po tani se po s'u bë çik xheloza ai s'ka kuptim. Unë mendoj se pastaj unë për atë gjë jetoj. Unë jetoj për intriga në dashuri. Je intrigante. Jo, nuk jam intrigante. Ama vdes të fus në një spic, kështu herë pas here, tak. Nga cilat lloje? Në spicy one. Si për shembull?
Për shembull, një sekondë se s'po ta hap telefonin se kam dalë, ndërkohë unë s'dal kur, Ti kupton? në shtëpi. Dhe duke qenë se unë nuk dal kur, do thot ai, "Ua, ku ka dalë kjo, s'po më hap as telefonin", kupton? Dhe shtohet interesi. Bëj shaka. Kështu shtohet interesi. Nuk shtohet interesi, Jepi pra mirë po një thjesht më këshill pëlqen që t'i jap një lloj Këshill gjithë ngjyre vajzave. lidhjeve. Si mund ta shtoj interesi? Për zotin, nuk ka gjë që ja shton interesin një mashkulli, ajo e ka ose ka. Me zor nuk bëhet dot. Jo, unë mendoj që Edhe mos duhet u t'jesh ngjit. vetvetja. Po, ti jesh vetvetja dhe mos Ti u jesh ngjit mashkull. Jo, dëgjoj pak. Ti s'mund ta mbash dot veten, jo. Tu match mos u bëj, pas mos u shtir sikur nuk do t'i shkruash. Po tu duash t'i shkruash, shkruaj më mirë, se sa të thuash jo, po e lën se mos I duket këtij sikur po I vete nga mbrapa. Po e ndjeve bëj o vlla. Po jo më shumë se ç'takon. Nuk unë mendoj që aq sa e ndjen të takon. Secili e ka ndjeshmërinë relative. Cila është çmenduria më e madhe që ke bërë për Kam bërë dashurinë? shumë çmendurira për dashurinë unë. Hajher. Unë kam bërë shumë çmendurira për dashurinë. Sepse unë kam një lloj tipi që unë po dashurova, unë t'jap shpirtin. T'jap shpirtin edhe e ngejca tani më Klea, më Ti ngejca. jep shpirtin edhe tërbohesh fare pastaj. Ja, edhe nuk marr parasysh asgjë tjetër. Do me thënë gjëra të pamundura I bëj të mundura. Është e mirë kjo? Që të bësh, po, është e mirë sepse unë ta thash, unë kur dashuroj e di që ai tjetri më do. Do me thënë pa më dashur ai, unë nuk Nuk dashurohem. Se di, unë mendoj që dashuria lind kështu, Si? nga hiçi. Mua s'më ka lindur kurrë nga hiçi. Po si I kontrollon ndjenjat ti? Po nuk më lind mua. Unë mund ta dua një njeri vetëm kur e shikoj që ai më do mua, ose kur e shikoj se sa shumë më përkushtohet. Shikoj detaje shumë të vogla, sikur edhe për kujdesin ndaj qenit tim. Unë kam një qen që quhet Tushe, që e dua shumë. Ai, pse se mori qenin? Po ajo kishte kthyer këtu përmbys. Dhe kështu po, e. dhe kishte marrë gjithë vëmendjen Tushja pastaj. Dhe sikur edhe një përkujdesje të vogël për qenin të bëj ai, janë gjeste të vogla që unë e shikoj që ai më do. Dhe vetëm ashtu mund të filloj të kem ndjenja dhe ndjenja rritet pastaj. Vetëm kur e shikoj që më do. Unë nuk mund të dua kurr ose të fiksohem me një çun nëse nuk shoh që ai nuk më do. Kështu që goca, mos u dashuroni se është I bukur, se ka muskuj, se Ka lek. se ka makina, se ato hikin, I keni punë minutash, sekondash dhe ai s'ka më asgjë. Duke qenë se gocat janë bërë shumë të varura prej lekut, prej makinës, a mendon se meshkujt e përdorin si strategji këtë për të kap? Patjetër që po. Për të pas Patjetër që po, kur ato kërkojnë këtë gjë, edhe mirë u bëjnë madje që I gënjejnë. Shumë mirë u bëjnë, se ka plot raste që I gënjejnë, I thonë, "Jo, po kam këtë makinë dhe drejtë se s'ka asnjë lloj makine." Po aq mirë u bëjnë, se ti kur nisesh që në fillim me interesa kundrejt këtij njeriu, ta dish që asgjë nuk do të ecë mirë. Dhe harroje se ka përfundim. Kur interesi në lidhje asnjëherë. Më pëlqen që I ka që drejt për drejt dhe nuk mendon fare se sa vajza mund të keni natë tani në këto momente. Ose më plas fare sa më kanë natë mua. Mos më shohin dot me sy. Edhe kjo që thua ti është me të vërtetë shumë e vërtetë. Është, domethënë, është bërë shumë se s'po gjejmë asnjëni çun, domethënë, se mendojnë gjithë çunat se janë gjithë gocat I thoj që Jo ti të drejtë ke, po dëgjoj. Vjen koha, ndonjëherë të duket e pamundur, vjen koha që ti pa e kuptuar të vjen ai njeriu dhe ti mbas edhe atë njeriu e ke pasur në rrethin tënd dhe ti s'e ke ditur, sepse nuk e ke parë me atë sy. Më ka ndodhur mua. Jo, mos besoj të ndodhet. Më ka ndodhur mua. Dhe pikërisht në momentet kur ti mendon që nuk do ta gjesh kurrë atë njeriu. Tak shfaqet ai njeriu që ti ke pas aty, e shikoje për ditë, rrije për ditë me atë dhe kurrë s'e ke parë. Dhe vjen një ditë që ti e shef. E shef? Dhe thua pse ky është ai që ishte? Se të duket njëri tjetër komplet. Kështu që thjesht nuk është momenti, Klea. Kur të jetë momenti, e di Zoti. Vasi dhe Zoti. Zoti po. Manifestim beson ti, manifeston, e ke manifestuar gjithë këtë. Unë besoj shumë te manifestimi. Çka kam manifestuar? Biznesin, që do kesh kaq shumë sukses. Është sukses vasi ky. Shiko, po jo mi Klea se nuk është ndonjë sukses I madh. Sukses. Po. Ti duhet të jesh falendëruese ndaj Zotit, që e përmend Zoti. Unë jam shumë falendëruese ndaj Zotit për çdo gjë që më ka sjell, edhe për shëndetin që na ka dhënë, mirë po nuk është se është ndonjë arritje, është njerëz që kanë bërë shumë gjëra më të mëdha. Dhe mendoj që kanë bërë një sakrificë shumë të madhe. Se ka njerëz që
Ne të dyja dim që kanë sakrifikuar shumë gjëra më të ndaja. Por, Kaq. ky është vetëm fillimi. Ky është vetëm fillimi, atë se di unë sa. Aty s'na the dhe ku do jesh para mas 5 Ta vitesh, thash, s'ma the. unë pas 5 vitesh dua të jem ta kem mbyllur karrierën e TikTokut, asë nuk e dua fare atë karrierën e TikTokut, me thënë drejtën, e kam hap më shumë për marketingun e biznesit tim. Edhe postoj tek tuk në një video të sinqert, siç i keni parë dhe juve vetë në një mendim timin, e hedh dhe mirupafshim kaq. Nuk është se e bëj për përfitime të mia të monetare ose Sa përfiton me TikTok? po nuk e di fare se kam iden fare të drejtën. Nuk e bëj për atë punë. E kam vetëm për punën time, për shefin tim, jap në një mendim aty, nuk më intereson, nuk merrem fare me këto. Qa janë, nuk e di, qa bënë, si fitohet aty, se kam ide fare. Me reklama, me gjëra. Ja. Mirë, ke biznesin, reklamo biznesin. Kam punën time, nuk duat nga trojë me këtë gjë, nuk jam bloger. Nuk je blogere. Nuk jam blogera. Pasi të falenderoj shumë. Gjithashtu. Të falenderoj edhe për vlerësimin që bëre, që erdhe deri këtu. Faleminderit. Edhe për gjithë bisedën e ngrohtë, na ke dhënë një ngrohtësi dhe një vibe shumë më të bukur se që kemi, se ne kemi Dëgjoj, mirë po të vibe. kishim pak muhabet më përpara në të dyja, mendoj që kjo biseda do ishte raket. Po, unë nuk dua që kjo të jetë hera e parë dhe e fundit, unë dua më shumë me ty. We can do that. E mbylli me kaq, të falenderoj shumë. Shumë faleminderit ty. Je e mirë. Edhe ti.